Rënja e Bitcoinit nga 62.000 euro në 17.000 në 2022, ose herën e fundit nga 104.000 në 81.000 brenda 3 muajve, ka thënë që janë të rek shumë më parash në kurriz të investorëve tjerë. Peshët e maj si Elon Muskat e Bill Gatesat që i prin mashtrimit, me spekulime e me ndikim shoqëri po i rrisin paratë e tyre elektronike çdo 4 vjet, dhe pastaj po vjelin fitime marramense duke i lënë investues tjerë me gishta ngoj. Prandaj mos investon parë në ajër që s'kan mbulesë ligjore ku nënhund shtete po t'i vjedhin paret pa therr në kam. Investon në tokë ose në prona ku për herë je fitues. Në video prezantim e kemi një tokë ku nga 12 ari kanë mbetë 6 ari në shitje, me mundësi të ndarjes në parcela 3 ari që shitet me çmim 10.000 euro për ari çmim prag. Këtu mund të ndërtosh një shtëpi kuti në një super lagje siç është lagja 8 në Gjilan, ose investo me i rujt parët në to, sepse me vendim gjykatës tash lidhet parcela direkt me rrugën kryesore që çon prej Oazës në drejtim të Çernisës, edhe i rritet tokës vlera edhe më shumë. Hiç, mas 5 vjete kur vjen ndërtimi i nalët këtë zonë. Me 6 arit takojnë 6 banesa që nuk mundesh me i ble asnjë banesë me 60.000 euro. Edhe toka tjetër, që është në rrugë kryesore ku janë 4.65 ari, të ofron super mundësi për një objekt afarist, për me shfrytëzu pronën për biznes apo dhe banim individual, pra me ndërtu një shtëpi kuti me qasje direkt në rrugë kryesore. Edhe kjo shitet me çmim 70.000 euro prag. Të dyja këto parcela ndodhen në lagjën e 8 Gjilan, në një lokacion që është në ekspansion e sipër prej investimeve publike e private, edhe nëse doni marrë mi po prej ofër tokat, na shkruani ose thirrni në rrjetet tona sociale dhe ne ju ulim direkt te noteri për nënshkrim me pronarin. Edhe një herë mos investoni në ajër, investoni në tokë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.